Që nga funksionalizimi në qershor të vitit të kaluar, reparti i kardiologjisë invazive pranë Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit ka realizuar rreth 640 koronarografi, nga të cilat 230 kanë përfunduar me vendosje stenti në zemër. Ky repart, i cili posedon një nga infrastrukturat më moderne në rajon, po trajton pacient jo vetëm të regionit Prizrenit, por edhe të sëmurve nga pjesë tjera të Kosovës. Për të gjithë prizrenasit dhe jo vetëm që kanë të lashe me zemrën, në këtë repart ata mund t'i nështrohen tipit të ndërhyrjeve, si koronarografi dhe stentim në zemër. Shefi i repartit Fazli Berisha thekson se puna në këtë repart ka nisur me vetëm 2 ditë në javë, por tashmë operacionet dhe trajtimet kryen 5 ditë në javë. Kardiologjia invazive në Spital Prizrenit kemi filluar punën nga 14 qershori i vitit 2024, që nga 14 qershori deri me 9 janar kemi punuar 2 herë në javë, 24 orë, ku janë punuar rastet elektive dhe rastet akute që kanë ardhur brenda 24 orëshit. Ndërsa nga 9 dhjetori i vitit kaluar kemi filluar 5 ditë në javë, ku kemi punuar me listë elektive nga që KUK-ja na ka dërguar klinika kardiologjisë. Ne kemi bërë përgatitjen për punimin e pacientave dhe bashkë me ekipën nga që KUK-ja janë punuar. Kurse nga nga muaji janar i këtij viti kemi filluar po ashtu 5 herë në javë dhe çdo të shtune mbohet kujdestari 24 orëshe për rastet akute, stemi, non-stemi. Të gjitha ndërhyrjet e kryera në këtë repart të kardiologjisë invazive në Spitalin e Përgjithshëm janë kryer pa asnjë komplikim. Deri tani nga qershori i vitit kaluar janë punuar diku 640 raste koronarografi, prej tyre diku 230 PCI stentime. Deri tash nuk kena pasur asnjë komplikim më të vogël, gjithçka ka shkuar sipas pa komplikime. Na deri para një muaji kemi punuar me listë të pritjes të regionit Dukagjinit, ku kemi pas pacient nga Peja, Klina, Istogu, kurse muajin e fundit kemi pacientë edhe nga Podujeva, Gjilani, Prishtina, Kaçaniku, pothuajse nga gjitha komunat e Kosovës. Reparti i kardiologjisë invazive në Prizren ka në dispozicion gjithsej 5 dhoma për pacient që i nështrohen ndërhyrjeve kardiologjike, ndërsa pajisjet në këtë repart janë ndër më të avancuarat në rajon. Pajisja është e fjalës fundit, angiografi, dhe gjitha fillimisht është më përgatitja e sallës. Mundemi të themi që në nivel të Kosovës, por edhe në nivel ballkanik jemi konkurrent sa i përket pajisjeve dhe kushteve të punës. Kemi sallën e kateterizimit siç e patëm më herët, i kemi 5 shtretër për pacient. Në shërbimin e kardiologjisë invazive këtu në Spital Prizrenit kryhet procedura e koronarografisë dhe PCI stentimit, domethënë nëse ka nevojë pacienti me një fjalë ekipa vendos që ka nevojë për stentim realizohet. Investimet në infrastrukturë dhe blerje e pajisjeve është bërë nga Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Agjencinë e Luksemburgut për bashkëpunim zhvillimor.